Kalojmë tek një temë tjetër, një diskutim tjetër. Do të flasim për diasporën e Medvegjës, për ruajtjen e traditës, por edhe humanitetin e kësaj diaspore, pra që vjen nga Medvegja. Për të diskutuar për këtë temë, kam kënaqësinë që me mua në studio është Zenel Neziri nga Shoqata Humanitare Medvegja. Mirë se erdhët, nderuar. Mirë gjejmë, nderuar. Shumë faleminderit për mundësinë që na keni dhënë. Ishte kënaqësi të jem këtu sot, të shpalosëm pak me disa rreshtë, me disa fjali, punën dhe kontributin e Shoqatës Humanitare Medvegja në Zvicër. Që sa vite keni filluar me shoqatën dhe cilat janë kryesisht aktivitetet që bëni? Shoqata ka një aktivitet mbi 40 vjet. 40 vite? Po 40 vite, këtu kam edhe me veti një monografi të cilën e kemi nxjerrë 30 vjet në shërbim të kombit, po qysh në vitin 2013, në mënyrë kronologjike jemi munduar disa aktivitetet e pasqyrojmë. Ka luajtur një rol shlirë, mund të thëmë, jo që do të bohëm lokalist, po nëse është, e thëjnë të gjithë, nëse është panvatra në Amerika, atëherë Shoqata Medvegja ka qenë në Europë, jemi munduar me ruajt gjuhën, kulturën, traditën tonë, por posaçërisht me ndihmu vendin tonë, në aspektin human, po dhe në aspektin kombëtar. Po ma të për lidhën me kja aspekti humanitar. Kam parë shumë aktivitetet ndryshme që i bëni dhe gjithmonë janë prezente veshjet kombëtare, qoftë nga të rriturit, qoftë nga të vegjëlit, që tregon që mundoni vazhdimisht të ruani traditën shqiptare, qoftë me veshje, qoftë me këngë, vallëzime të ndryshme. Shumë kënaqësi e madhe është njeriu për pa e përjetuar nuk ma merr mendja që mund e kupton fare bashkë ashtu siç përjetuhet në diasporë, por tash jemi 4-ta gjenerat faktikisht në Zvicër. Dhe po të kish fëmin, apo nipat, mbesat, jemi ka flosëm, po të gjenerat cilët kanë lind atje dhe dalin të recitojnë në gjuhën shqipe si me qenë të rritur këtu në Kosovë, apo të vallëzojnë, sinqerisht ajo është një arritje madhe. Shoqata që është në vitet e fillimit atëherë, ka menduar për arinin dhe e kemi komisionin sportiv në kuadër të Shoqatës Humanitare, ku organizojmë edhe turniret të futbollit, do të thotë, dhe kemi shoqërinë kulturore-artistike, po shoqërinë kulturore-artistike Medvegja në kuadër Shoqatës, po është themeluar më vonë, pas luftë. Pra gjitha këto aktivitete kryesisht bëhen jashtë vendit, pra bëhen në Zvicër, apo jo? Në qytetin e Fyjis, në komunë aty ku ka edhe qendrën ku është regjistruar shoqata jote, aty bëhen. Kemi një manifestim si datëlindjen e shoqatës, do thotë ditën kur e kemi regjistruar apo legalizuar shoqatën në aktivitetet tona në komunën e Fyjis. Dhe aty kemi një manifestim 2 ditor, i cili është i njoftur faktikisht në gjitha rajonet. Mojmë kultura sportive i thojmë, dhe me të vërtet aty kemi Zvicran që vinë, kryetar komuna, deputet parlamentit Zvicrës, ku jemi të kënaqur me arritet cilat nuk kanë qenë lehtë të arrish në atë kohë. Sot, kur ta shikojsh nga kondi i sotit, është shumë lehtë, po jo, po do shumë punë, është kënaqësi ku njerëzit vinë dhe shfrytëzoj rastin gjithmonë ku më jepet rasti, i falenderoj të gjithë donatorët, sponsorët, po pjesëmarrësit e për festat tona. Ku vinë, është kënaqësi e bon dhe tash ka arrit një kulturë këj tjetër, kemi nuset cilat vinë me fëmijë vëgjël, edhe rrinë atë, ajo participim, ajo kontribut shumë i madh. Që të falenderoj përzemërsisht gjithmonë, se falë tyre edhe na kemi mbijetuar. Jeni bën një komunitet i madh në numër ndër këto vite, janë pra pjesë e kësaj shoqate vetëm pra personat që jetojnë brenda Zvicrës apo edhe nga vendet të tjera? Ja, edhe nga vendet të tjera, se unë gjithmonë nuk them vetëm kush është antar, po me participimin e tyre të ki njerëzit që vinë nga Franca, Gjermania edhe Italia, na jemi si në mes atë. Dhe
me participimin e tyne nga gjitha këtë treva, faktikisht të ikin nga 4 onët që vinë në përkrahin me aktivitet. Unë gjithmonë në kemi lujt një rol, prapë e thëmë, primar, humanitetin dhe gjuhën e kulturën, por edhe traditën. I kemi veshën kombëtare nga Medvegja, cila tash u bodhe shumë e popularizume, se po përduret edhe këty në Kosovë mirë. Flasim pak për aktivitetin humanitar që bën shoqata, cilat janë pra kryesisht aktivitetet e juaja në këtë aspekt? Aktivitetet tona që është para lufte, janë destinue faktikisht 90% në Kosovë, se ishte koha atëherë ashtu, e tillë, gjatë lufte njëkohësisht edhe aty, dhe pas lufte, ju kemi drejtuar pak ma shumë Medvegjës. Ne disa më thonë pse pas lufte, po pas lufte se po më që pas lufte Medvegja pak se onash, faktikisht e kemi menduar që 2 shtetet do të ndihmojnë Medvegjën dhe do të ketë nevojë që shoqatat miret me këto ndihma. Po shtishe shoqat e cila shlirë, më në thujmë që mbi 5 milion fronga jo ndërguar ndihma. Kur thomë mbi 5 milion fronga, nuk kom pyetje vetëm kash, por ndihma, në tërsi kështu. Në Shqipëri, Malzi, Macedoni, ku ka pas nevojë, qysh vitet para lufte, kur Unioni Studentor ka organizuar demonstrata vitet 89, ne kemi qenë ndër parët cilët ju kemi dalë me përkra financiarisht. Pra, do me thënë nuk keni qenë të fokusuar vetëm brenda Medvegjës? Ja, fatkesisht duhet të pranojmë që Medvegjën mas pak të kemi ndihmua. Situata ka qenë e tillë, por realiteti është i tillë që duhet të pranojmë që në Medvegjë mas pak të kemi ndihmua. Tash pas luftës, fundit, në Medvegjë jemi munduar ta marrim shkollën shqipe ta ndihmojmë, ku i falenderoj të gjitha ata profesoresha arsimtar të cilit edhe u kthyen pas luftës, se njëherë ka qenë egzat, ju ndalë të gjithë, disa edhe ju kthy, disa nuk e kanë shu fare, dhe kanë dhënë një kontribut shumë të madh. U i falenderoj për qëndrimin e tyre, se që 23 vite ju ndalë kuadra nga ajo pjesë. Dhe sot i kemi fokusume që në Zanzve mund se shmi ndihmuar, si në transport, po fatkesisht pak jënë. Kemi dikon ndoshta rreth, mos të hi me shifra eksakte, po rreth 50 në Zanz. Gjithmonë, në fakt, diaspora ka qenë e gatshme për të ndihmuar, për dhënë atëherë kur ka qenë e nevojshme. Ju si shoqat, pra në mblidhjen e fundeve, sa kanë qenë bashkëpunues të gatshëm shqiptarë që jetojnë pra në diasporën vetë ndryshme të Evropës, që të kontribojnë për ndihmat ose edhe për aksionet ndryshme humanitare që ju keni ndërmarrë si shoqat? Gjithmonë, si kur në ka dhënë rastin në mjetet informimit, po ashtë edhe në përtobime i kemi falenderuar popullatën për besimin dhe pritjen apo mikpritjen. Se për grubullimin e ndihmave, ne jemi dasht të dalsh me komisionë normal, dërë pas dere me trokit e ka herë e deri 11-12 natës. Mirë po, gjithmonë me një energji, se dikush ne jemi ka bisedujmë sot për ndihma humanitare, kur disa e kanë dhënë jetën, e kanë dhënë automat të shtrejtën, dhe gjithmonë e kishmi fokusu me luftën. Faktikisht, të ju dëshët mirësh edhe pa diskutim, as lëdhe s'ke pas. Nuk është diskutuar në skjolje. Absolut, edhe u i falenderoj, sinqerisht i falenderoj nga zemra, se jo vetëm fjali, njerëzit të cilit në kanë mirë prit, me përdyer mirë dhe ju në solidarizua që ka qenë dhe koha t'jel ka qenë. Sot shifet pak si mos bejh, por prapë ju më falenderu se prapë po mbjetën shoqata, po ndihmohet ajo pjesë ku ka nevoj, kemi raste
shëndetësore ku kemi ndihmu, kemi raste ekonomike, kemi raste që thashë në zënësit, gjatë Covidit në Medvezh shoqata ka ndërtu edhe 2 shtëpi, edhe pse ka qenë kriza e Covidit, do thëtë, po... Jeni penguar ndonjëherë për aktivitetet të tilla humanitare që keni zhvillu në Medvezh, marrë parasysh edhe situatën, se si është, jeni penguar ndonjëherë? Ja, asnjëherë. Nuk jeni penguar. Po, keni qenë... Penguar? Po. Penguar, u duf një gjithë gjithmonë forma tjera. Sot kësaj përket Medvezh, ajo kej tjetër qeshti, po i kemi gjithë gjithmonë. Kam dalëm për Medvezhën, pra, dhe me të njeni penguar... Po, normal, ke pos shumë nërskom, so mirë, po ne gjithmonë e kemi gjithë formën dhe shoqata prapi ka deportu. Ka deportu? Po, ka deportu. Si është në fakt t'jesh mërgjimtar nga Medvezha, marrë parasysh edhe këtë pasivizimin, në fakt që i kemi pas edhe të adresave viteve të fundit, keni qenë prej ju ose pra personat tjerë nga diaspora, kanë qenë prej pra pasivizimit të adresave si... Po, kemi mjaft njerëz, unë do të shfrytëzoj edhe rastin që të apeloj edhe të elita qeveritare, me gjithat që e din, me gjithat të jënë duke u angazhuar pak vonë, gjithmonë po vanohemi në hapa të angazhimit, mirë po në Medvezh ka fillua mas pare pasivizimi. Por në atë kohë, pra në realitetin që askush nuk o markë. Edhe pse ne u mundeshmi me ndizere. Pra, me thëmë pasivizimi i adresave është bërë edhe personat që jetojnë në Evropë. Pasivizimi i adresave u bëha edhe për diasporën, po pasivizimi i adresave u bëha edhe për njerëz i vendur atë. Po, që jetojnë edhe. Kemi postë edhe raste tilla që ishin duke jetuar në Medvezh, për adresin ju kanë pasivizu. Për diasporën, tash është edhe tjetër edhe me, i kemi 2 luftrat të luftur. Tash jemi metë kje njerëzën të diasporas, të cilët jenë metë pa dokumentacion të komunës Medvezhës, po jenë metë edhe pa dokumentacion të s'kanë dokumentacion asë në shtetin e Kosovës. Tash, nuk du të që kemi amën, po kemi me qindra njerëz. Kemi menduar që s'poko këty do të letësohen, do të bohen letësime në Kosovë, për shtetësinë e Kosovës, apo për leje qëndrimi këtë në Kosovë. Edhe një herit bojmë një apel që nëse ka mundësi të cilat jënë premtua nga politikajt, nuk që i kjemna, që do të letësohen procedurat për marrjen e shtetësis apo për marrjen e lejes qëndrimit. E vizitoni shpesh Medvezhën? Medvezhën po. Si u duket sot ka ndryshuar, po punohet, po zhvillohet? Jo, Medvezha e kemi një fakt që Medvezha nuk u braktis mënyrë pasivizimit të njerëzve që është prej pas lufte duke e bos pastrimin etnik Serbia në mënyrë të heshtër dhe duke lonë shqiptarët posaçërisht po folin prap, jo që po bohem lokaljes, po në Medvezh është një gjendje rënd edhe në Preshev edhe në Bujanovc, por Medvezha është kej tjetër. Në Medvezha ka arrit qëllimin thujse 80% Serbia. Ne gjithmonë kemi kërkuar që të jemi pjesë e negociatave të Republikës Kosovës me Republikën e Serbisë, të gëzojmë në drejtat. Kemi kërkuar gjithmonë që të gëzojmë drejtat, vetëm 50% që i kanë serbet në Kosovë, ne do të jemi të lumtur. Vizitojmë qyshu, sidomos në disa të shoqatës, po thujse të gjithë, se është fati madh që prona nuk u shit. Prona ekziston, pronën e kemi, njerëzit shkojnë, vizitojnë trojet e veta, disa kanë filluar tash edhe me mirëbajt trojet e veta, ku i falenderoj edhe pse e kemi obligim, ndaj vorrave tona kemi obligim që mos ta lëshojmë atë vend, shpresoj që nuk do të lëshohet, me ndihmën e Republikës Shqipërisë dhe të Kosovës. Shpresoj.
Urojmë dhe ne ashtu, faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit Rreth e Rrotull, uroj që gjitha angazhimi juaj dhe gjitha planet e juaja si shoqat vazhdojnë tutje dhe të kontribuojnë për çdo shqiptar që ka nevojë. Shumë faleminderit, unë ju përgëzoj për emisionin e juaj, ju falenderoj për mundësinë që na u ka dhënë, edhe pse kemi materiale dhe ish duftë një emision pak më gjatë. Po do të gjendet kohën. Do ta gjejmë prap kohën dhe do të kemi uroj të kemi prap në studio. Juve në amën të shoqatës televizionit do gazini ju dhuroj një monografi. Faleminderit shumë. Që do ta keni. Faleminderit shumë. Faleminderit për punën dhe respektin ndaj punës tuaj, për informimin të cilën jeni duke bërë. Shumë faleminderit. Faleminderit e vlerësoj vërtet shumë. Faleminderit. Të nderuar shikues, ne erdhëm në fund të emisionit Rreth e Rrotull për ditën e sotme. Faleminderit që ishit me ne. E bashkëdëshemi sërish nesër me shumë informacione të tjera. Ju vazhdoni të shoqëroheni me televizionin Dukazhini. Mirëmbëjtje.